Albinit i kam ligjëruar në vitin shkollor 95-96 dhe 97-98. Si student ishte jashtësirik. Fakulteti ynë gjithmonë ka pas studenta të shkëlqyshëm, po Albini ishte i veçantë. Ishte i veçantë, edhe në pamje ishte i veçantë, për shkak se i mbante flokët e gjata. Së pari gjatë ligjërata e koncentrohej shumë. Nuk bënte pyetje gjatë ligjëratave, por koncentrohej. E pastaj merrte shënime, e pastaj gjatë pushimeve ose diskutonim në lidhje me temën e ditës, ose shisha me shok të tij, duke qeshur, gjithmonë i buzëqeshur, duke diskutuar për sport dhe në veçanti ka qenë interesuar për basketbol. Në gjitha ka qenë, ato 3 lëndë kanë qenë të litra, po 2 prej lëndëve a i ka dhënë, njënën se kanë qenë semestrale, njënën e ka dhënë në janar të vitit 1986, ndërsa tjetërën e ka dhënë në qershor të vitit 1986, teorinë e telekomunikacionit 1 dhe teorinë e telekomunikacionit 2. Pastaj unë kam ligjëruar lëndën rrjetet e informacionit në semestrin e 9, mirë po në atë nuk vitit, do thot shkollor 1997-98, por në atë nuk ka hyrë në provim, atë ka dhënë pastaj kër është kthyer nga burgu. Për herë të parë e kam taku mu në këtë korridorin ku jemi, jem afruar se kishte ndryshuar shumë. Kishte bante dhe syza, përpara s'ka pas syza, edhe i ofrova, edhe ai filloi me buzëqesh, ishte ulur ngritën kam, thash ai Albini, tha po Albini jam. Mirë po kom komuniku me te me letra, kur ka dalë për burgut. Ky takim ka ndodhur, do thot ai është burgos me 27 prill të vitit 1999, është liruar nga burgu me 7 vjetor, do thot kjo ka mund të me qenë diku në janar të 2002. Se në 2001 është liruar nga burgu. Unë kom shkëmbyje letra dhe mas i ka dalë prej burgut. Unë kom jetu në Austri dhe njëherë më kujtohet një mbrëmje e pa të dërguar një letë jashtëzakonisht gjatë. E tjera, kështu mendime, pa të hy pak edhe në politikë, pa të tërgu që ai mos ta lëshon rastin që ta të vazhdoj veprimtarinë e tij për çlirimin e Kosovës, edhe pse unë e kom pas një postim diku në vitin 2015, ka qenë 30 vjetor. Derisa shikojsha një program në interaktiv, ku ishte Albini Mustafir, dhe aq shumë u entuziazmova nga qëndrimi i tij, nga shprehjet e tij, edhe e bona një postim. Në atë postim mes tjera është pa të thonë se ende i ruaj fletoret e Albinit. Thash i kam rujt fletoret sepse kam menduar që po i ruaj fletoret e një shkencëtarit të ardhshëm. E kur nuk më ka shku mendja se po i ruaj fletoret e një politikani të madh. Thash një njeri i cili ka sakrifikuar, do thot veten dhe po në aspektin e profesionit, mirë po jo është orientuar çështjes kombëtare, do thot është shpëtim për kombin. Porosia ime për Albinin është që ta shfrytëzoj kapacitetin që ka, ashtu si është duke shfrytëzuar, por tash është në një pozitë me përgjegjësi të madhe, por një pozitë më të volitshme ku mundet të punoj dhe të kontriboj më shumë, të implementoj programin të cilin e ka prezantuar, të jetë i kujdesshëm, edhe për shëndetin e tij, natyrisht, po të jetë i kujdesshëm edhe me
me bashkëpunëtor, të jetë vigjilent, ndërsa na të tjerët jemi në shërbim të realizimit të programit të tij.